Seanca e sotme parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë ka nisur me debate sa i përket paralajmërimit të bërë dje nga ambasada amerikane në Tiranë për sulme të mundshme që regjimi iranian mund të ndërmarrë ndaj vendit tonë. Opozita e ka cilësuar si një paralajmërim serioz dhe kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërsa majoranca nga ana tjetër thot një zëri se nuk ka vend për panik dhe aktualisht ndaj Shqipërisë nuk kanoset asnjë rrezik. Deputeti socialist Erion Braçe tha se njoftimi i ambasadës amerikane është çështje që duhet trajtuar në komisionet parlamentare dhe nuk duhet përhapur panik. Kjo godet sektorin ekonomik të turizmit, tha ai, ndërsa vërejti se është një përpjekje që vjen prej muajsh. Ekonomia nuk është një gjë që zhvillohet atje tej, po ka një element shumë të rëndësishëm në të, besimin. Paniku që përhapet në të tilla raste mund godas ekonominë dhe mbi ekonominë mund godas qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Punën e tyre, të ardhurat e tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet pikërisht me ekonominë e tyre. Kështu që unë do kërkoja që të ketë përgjegjësimë në këtë sallë. Këto nuk janë çështje që diskutohen këtu. Këto janë çështje që diskutohen në komisionet parlamentare. Si të doni, me dyert hapura, me dyert mbyllura, nëse janë klasifikuara, normalisht shkojnë atje dhe konsumohen atje brenda, por edhe atje me vëmendjen e jashtëzakonshme për mos shkaktuar panik me pasoja të rënda ekonomike mbi të ardhurat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Turizmi është një degë e ekonomisë që zhvillohet vetëm mbi besimin dhe ka një përpjekje shumë të madhe muaj të tërë për ta goditur turizmin. Boll me kaq. Për mediat foli edhe ministri i Mbrojtjes Erman Nufi, i cili tha se njoftimi i ambasadës amerikane në Tiranë është një njoftim i zakonshëm dhe nuk ka vend për shqetësim. Besoj që nuk ka vend për të shqetësuar, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë, vend për pas kujdes për sigurinë, patjetër që ka, po kjo është e gjithkohshme. Por më tepër në një kohë kur në botën ndodhet një situatë tepër vështirë. Besoj që kërkesa ka shkuar për të gjitha ambasadat e bashkuar në Europë dhe besoj që kjo vetëm që kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në gjithë Europën, nuk është vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, patjetër që jo. Nuk është informacioni i saktë. Informacioni i saktë është që ky është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim të prerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi të cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mos dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale. Sa kaq, njësia antiterrori në Policinë e Shtetit ka intensifikuar planin e masave dhe ka rritur gatishmërinë me kontrolle në terren pas paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fokus të masave janë kryesisht ambasada amerikane, izraelite, kampi mujahedinëve në Manz, si dhe sheshe hapësira të mëdha publike në vende, ndërsa pritet shtimi i forcave policore në terren. Gjithashtu, strukturat e antiterrorit kanë zhvilluar takime me përfaqësues të ambasadës amerikane dhe asaj izraelite.